Po realizojmë shikimin zodiak të binjakët. Binjakët kanë planetin Mërkurit dhe simbolizohet tek ato forca, besimi dhe krijimet e reja. Binjakët, çfarë kanë aktualisht binjakët? Vazhdimësia, financat tek binjakët dhe romanca e tyre. Tek binjakët shikoj që ka një mundim të brendshëm, shikoj te plani i tyre sa po largohen nga një tradhti që ju ka bërë mbrapa shpine ose tek pjesa e punës të tyre dhe po lirohen nga kjo lloj pjese, po kundërshtojnë shumë vepra dhe po mbajnë veten e tyre me forcë, po hezitojnë në veprimet në vërtimësi. Tek identiteti femër, jeni një femër, domethënë e fortë, po jeni e zhgënjur në jetën tuaj dhe në këtë kohë ju po përdorni dinakërinë tuaj për mbrojtjen në veprat që keni përpara vetvetes dhe në vërtimësi. Jeni sfiduar në dy pjesë jete, në dy pjesë kohe, dhe tash po mbani imazhin tuaj të egër dhe keni një karmë të egër brenda vetes. Sa përket identitetit me mashkull, shikoj që në këtë kohë po hezitoni punën tuaj, po tregoni forcën dhe po tregoni vigjilencën. Shikoj keni dy qëllime të forta. Qëllimet janë vendosmëria tek puna juaj e mirëfillt dhe tek pjesa e një personi që keni në dilemë. Gjithsesi jeni mbushur në vendime dhe jeni mbushur në punën tuaj, po më tepër mbani një inat brenda vetes nga një person që u ka shkaktuar një lloj debati ose një lloj pabesie dhe ju shikoj që ky person ju ka trajtuar në shumë pjesë. Vërtimësia tek kjo. Vërtimësia, sa përket identitetit të mashkull, shikoj që jeni shumë i mërzitur, ose të mërziteni nga një dështim plani. Gjithsesi ju keni shumë financa në dorën tuaj dhe po mendoni si ti menaxhoni, e shikoj që do nxjerrni shumë para në këtë pjesë kohe për të ndritur jetën tuaj ose planin ose vetveten tuaj, sepse jeni mbushur nga një lloj errësire, keni pas mendime negative, keni pas mërzitje, domethënë të një trajqme në vetvete dhe jeni distancuar nga persona negativ, keni qenë me shok, bashkëpunim ose kolektiv dhe në këtë kohë ju po mendoni që të hapni një faqe të re në jetën tuaj si faqe libri dhe të distanconi nga personat negativ. Sa përket identitetit femër, e shikoj që ju po arrini të finalizoni një fitore, të ndryshoni diçka në jetën tuaj dhe shikoj që ka ndryshime, ka finalizime tek një lloj biznesi ose tek një punë e re tek ju që vendoset dhe shikoj që mund të keni një manifestim ndaj vetvetes dhe të manifestimi ju bën që të ndjeni të sigurta tek puna juaj dhe tek veprat në vërtimësi. Po gjithsesi shikoj universin që ndikon tek pasuria juaj, tek mendimet dhe keni mendime të qarta në këtë kohë dhe keni një ndryshim shpirtëror, keni besim te vetvetja dhe shikoj që do jesni domethënë në hapjen e duhur, keni siguri dhe gjithçka është në dorën tuaj. Identiteti femër, shikoj që po balanconi dashurinë tuaj, po balanconi domethënë pjesën e bukur brenda vetes, keni një lajm ose ju keni një qëllim që të bëni një lloj diskutimi, të bëni një lloj marrëveshje, të kërkoni të dashurit tuaj të vendosë diçka në dashuri, sepse janë gjëra të petulla në këtë kohë, megjithëse unë shikoj që jeni e mbrojtur, keni dy engjëj që keni në çdo krah dhe mendoni që universi është me ju, jeni drejt për drejt e dashuria, por shikoj që jeni të ndosur dhe keni frikë sepse dikur ju ka ndodhur një tradhti ose një person që ju ka trajtuar dhe është futur në mesin tuaj dhe duhet keni kujdes, sepse prap në këtë kohë është person negativ që futet, mund ta keni shoqen tuaj, mund ta keni diçka që ju
keni pas një bisedë ose keni pas një marrëdhënie pune, kjo është në mezin tuaj. Financat janë të mjaftueshme te kjo. Shikoj që të keni arritje në financa, shikoj që si te biznesi, si te licenca, si te marrëdhëniet, si te kontratat, financat janë super të mira, po avanconi më shumë dhe po bëni projekte të reja. Shikoj në familje, shikoj që ju gëzoni për financat që keni dhe bashkë me financat, domethënë ju shtohet dashuria, ju shtohet mirëkuptimi, e dini veten të lumtur dhe po bëni plane se si të menaxhoni këto financa. Mund të hapni një biznes të ri, mund të referoni në vazhdimsi, mund të keni një lloj banese të re. Unë shikoj ndryshim tek banesa juaj ose një strukturë e re tek ju. Shikoj që në financa jeni të mjaftueshëm dhe janë të mëtejshme. Romanca të kjo, dashuria ose lidhja. E shikoj që sa përket lidhjeve ose çifteve që janë të martuar, shikoj që jeni si në kthetra, jeni pak kënaqur sa përket identitetit femër, jeni të zënduar nga personi, nga bashkëshorti ose nga i dashuri. Shikoj tradhtim mes jush, duhet keni pak kujdes dhe ju jeni friksuar. Femrat janë të friksuara, si gjithmonë janë të lidhura në mendime, nuk bëjnë dot hapin e duhur dhe nuk mund të japin një vendim në mendjen ose në veprat e tyre. Duhet keni pak kujdes sepse shikoj dhe tradhtim, person që ndërfutet në mesin tuaj. Identiteti mashkull, domethënë te romancat, sa përket disa meshkujve, janë të mërzitur. Sado që janë të plotësuar në jetë, në punë, me financa, sa që edhe në pozicione pune, po nuk kanë arritjen e tyre në pjesën e lumturisë, në pjesën e dashurisë ose në pjesën në marrëdhënieve shpirtërore. Shikoj që kanë domethënë pengesa, kanë bllokime këto vetë si persona, janë persona të pakët, po gjithsesi kanë mesazhe të paqarta në vendime, edhe në mendjen e tyre. Shikoj që duhet keni pak kujdes, mund të bëni një pastrim në vetvetes, mund të bëni një pastrim emocionesh, gjithsesi jeni arritshëm në financa, po nuk keni dashurinë e duhur.